Mos më marruni që të rgjo. Prej Hamzës mos më marruni që të rgjo, se Hamza ka. Prej ati fëmijut mos më marruni që të rgjo, prej ati Lazit mos më marruni që të rgjo. Po qka kërë ato, edhe me i përkujtu për gjithmonë. Me spari përkujtimet tona janë në lusmi Allahu në gjëlle gjëlelu prej të aj e deri të i fundit gjennetin me au pasdon ative. Edhe lusmi në Allahu në gjëlle gjëlelu në mesin e këti dersi që i fmite tonë për hirtë për hirtë sadakës që e banën ato me i moshiru këtë qërë që janë përmi tokë. Ama mos me lujt, mos me këci qikat e tona darkun shplut në emnin e ative burrave me shkelën bijakun e ative, në muzin jashtë. Se këto njerëz, këto kanktar, këto valzor, këto që valzojnë, e culak, e lakuric, i këndojnë burrat më të ndershëm, edhe këcajnë hora në bijakun e ative, me ta din këto në emnin e Allahut i porosisim, mos këcajnë hora në bijakun e burrave. Mos këcajnë ati ku adher gjak. Këto në të shkojnë të këcajnë ku lujnë breshkat a gjë. Në atë vendin ku ka ra gjemë të tonë, mos këcajnë, barkin cullak. Mos këcajnë kom të lakoric, ati ku ademi me familjen, edhe qertë si ademi, metën në atë vend ku kanë metë. Mos lujnë me historien tonë. Mos lujnë me gjanat e shejta, se kështu ndërtojt historia një herë në 200 vetë, edhe në 300 vetë, 500 vetë, 1000 vetë një herë. O i dashur, e di shka do të thot? Salahuddin Ejubi është një njeri në historien islame i cili bani lufta 65 vite. Mas 65 viteve luftat kanë zgatë 240 vetë gjithsej. Po a i ka udhesh një 65 vite edhe kudusin gjamien e tret, a e liroj prej englezve, francesve, edhe prej krishzatët djetë, krishzatët, luftat e krishzatëve. Kjo qenimi vetë, gjemotin dërshëm, qenimi vetë ka ndonë, falas po zveskur. Qenimi vetë ka ndonë, zveskur as në jare, Salahuddin Ejubi, me miliarda burra kanë kalu mas ati këtu. Halal histori ka metë. Po nuk o shtremu, Salahuddin i metë Salahuddin, pra unë kam frikë se mos të i shtremojmë në burët e tonë. Nga apetitet tona, shkruj për atë njerin që ka qenë aj, që ka po kam qefoni me pas qenë. Lura Zotë, inshallah më kështu historia jo nuk shtremot. Do të shkrujmë në inshallah ta'ala për burrat e tonë, ashtu çfarë kanë qenë ato. Ato kanë shumë sinqert. Ato ishin shumë të sinqert. Vetëm një herë në çdo 2 shekuj, 3 shekuj i përsërit historia. I përsërit Allahu. E tash ti kjerini që do të shkon e do të vjen rahat, do të shkon e do të vjen rahat. Pse ato e dhanë atë sadakën më të madhe. Pse ato ishin asi kategorie. Kjo rini dhe shkone dhe vjera hatë, inshallah, mu pse ato kanë ashtu. E me shka kemi thonë para se të ndodhin këto gjone në këtë kursi, pra. Herët, na kemi thonë as një gjatë qëtër, as ma shumë, as pa pak. Populli jonë i ka gjemë të mrena. Para 2 vetëve, 3 vetëve, 4 vetëve, kush e ma men. Populli jonë i ka gjemë të mrena. Gjemë të popullit janë mrena. Po ative duhet me ju thonë, knena është kebla. Veç aq ju duhet ma shumë si duhet ati. Gjemë të tonë janë shumë freskët. Gjemë të tonë janë shumë të vetëdijshëm. Po këblën se din se cili nuk bënë busollë. Pastaj ketë nuk e kuptojnë busollën. Do se din shka në busollë es edhe n, edhe v, edhe se din do. E do e din pra, që ato shka e njofën busollën i kalzojnë knena kebla. Edhe gjemë të tonë e krinë, apo e krikën? E krinë ato. Po duhet me ju ndihmu pak. Të rinjë të dashur, prapë edhe njëherë po këthejnë po thëmë. I dersi jonë që ka thamë në ashtash, nuk ka politikë. Kja është fe, kja është islam, këto janë normat e tona. Pra shejtonit me melaqet morin për një dore të qojnë të puna mirë, të shtinë në stadiumin e vetmirave matë mjoja. Shejtonit merë për një dore, e të qënë në stadiumin e huj, edhe të banë bile argati huj me vite me punu për halkit. Elhamdulillah, kur ti një dit për ditve freskosh, edhe e heton se pas ka ardhë dita me punu për ti. Ska ma knarsi. Ska ma i lumë tërsa kur ta shifësh për ullë një gjallë të për ullë në ardhë vetë. Au, gjematin dërshëm ashtë mërë, kur të njësësh me shku të rrugës pazarit,
edhe të shifësh 6 gjemë të njonit me shatni, edhe pyet ti, pas kanë morë që to filoni, arën e filoni, i bresive ta me qira, jo, thojt, a i kushia jo, se kanë morë, po shka jem të bo, s'pedim edhe na. E ke ardhë ke pyet në katon, shka bajshin me atë, po lejve ato budale, kanë lonë arën e vetë, këton këshin dalë ti që të pja punëshin arën. Që to kemi qenë na 50 vit. Sa janë bukur që to që e kalon arën e vetë në në gjatë kanë dalë në në shmaj qerve me ja punu ato tokët. Që si kemi qenë, s'ka mundësi me u halit, me u azdis, me u lafdru, me thonë, ja, sa kanë kështu a gjo, pa ka kanë mandrishe, më sarro, se unë në qatë fush i kam bon 100 kg. Në qatë periud i kam bon 100 kg, s'kesh kam të regon. Si të duesh me më të regu në kohën e Turkijës, të regom dyshka ama për pin 45-ën, më s'fol të klas një sen hiq, se unë shumë më mirë se ti e di. Shumë e di më mirë se ti. Na kemi punu tokën e huj. Edhe hala, ati këto dove nuk përzijet bes, se hala jam të punu tokën e huj. Shumë një numër i konsiderushëm. Shumë një numër i konsiderushëm. Do s'po i zënë gjumi, a thua, valë, shka boni që a i bere qëti ati njerit ma tonë gjatë dhe sa gje? A unë rrita, së rrita, e më loj bare, a se më kja qoj gjemë të nesër. Bere qëti njonit ma tonë udhe, shka boni? Kja qoj gjemë të nesër, tja hekin qatë bari. Hala, tash. Edhe këta njerëz mos harrojnë, se një fërqe, e Allahu gjëlle gjelalu e cilan këtë bote ka emnin, fërqja e pastrimit të ndydhve nga faqja e dhaut, e ka emnin kohë. Ashtë fërqja Allahu gjëlle gjelalu. E ka emnin kohë, edhe do të vjen nga jo, wa tilka al-ayyamu nudawiluha bayna an-nas, Allahu ka thonë Kurani Kerim. Boshtin e rrotullimeve të ditave dhe të notave, unë e selli, tha Allahu gjëlle gjelalu. Boshtin ditën e notën 24 orë, a i selli, tha, këtë bësht fa Allahu s'ja kam lonë kur kuj ndorë. Elhamdulillah që s'ja kam lonë kur kuj ndorë. Me a pas lonë sërbë vendorë, veç e selëshin për mi dalë shqiptarët në Shqipni edhe në Macedoni, edhe e nalëshin. Ta shtja i bësht i ka qetraoni e ka nisë më selë. A e pa dhe se ja ka nisë më selë për një muaj gjimë zëndrishe? A jenë e mua, a jenë lidhje? A jenë kontakt hala? Sa gjuna. Sa mirë interesant, hoxha teshat për Prishtine, në Korç, hoxha. Sa gjuna, prifti teshat në shpinë për nish. Sa gjuna i madhë. Midis ditës më notë, e pat katrat? Midis ditës më notë. Sa gjuna i madhë. Pa bre, dora i burri me ikë. Dora i burri me shku. Rasulullah a.s. ka pas argjën e vetë, e ka pas emrin e Bulab. Agja i pengamerit, vlavi babën se ka pas emrin e Bulab. A i nuk ungi pengamerit tonë të i bodam. Nuk ungi. Su mush mo. E një ditë tha do t'a kri pra me një metodë qëtër. Qka boni a i pra? A i që shka boni? Shkoj para derës pengamerit a.s. notën, e greu një grobë shumë të thellë, tha, kur dalën në gjami sa bale a i beti, po e mlej me do therrat bardha, edhe i qiti pak zalë shkretinës në bitherra, që a i kur ta vej e kamën bere, mos ta shofe. Para mëngjesit, o ju gjemteri, a i dull me pa akara. E të shku me pa akara, ti sa mirë jo t'ile pëshe. Kara bële ebi, e tha për nga Marion a.s. Tha men hafara li akhihi waka fi, ku e po atin gropë sa laskis doll. Tha kush ja hap vlaut gropën bjen ta. E tash në digjerin shqiptar për kafeja, në digjerin shqiptar. E përmenën para 3 natëve në televizor këta, po s'javë hëngër goja me thonë Muhammedi ka thonë, së kush ka thonë. Po tha Einsteini, që ka që mushin gojen. Ka thonë Goethe, ka thonë Hegeli, ka thonë Marxi, 50 vetë gojen tha, kush ja qelë vlaut gropën ben ta, thot populli. Po pëse thot populli, cëllë populli? Kur është fetare, kur e ka burimin të Allah dhe të pejgamberit, thot populli, apo si thojnë gratë, si kishin thonë plakat, si kishte thonë i moqmi. Pejgamberi jonë a.s. kur dull sa bale, me njëse pa aqën kishra teri për mi fit. Ajo dike shumë mirë se veç ki do muze ka qelë këta. Tha men hafara li akhihi wa ka fi, kush ja qelë vlaut, tha vetë bëmta.
E kush e përzen dikan prej shtëpie mas një muaj e gjim se kanë dhe përzen prej shtëpiaj.